partia, por ndërsa interpretimi edhe gjykimi i Gjykatës Kushtetuese 2014 edhe në 95 i kushtetuese ka përcaktuar se si zgjedhet qeveria. Pra këtë ditë dhe ditën që jena që përfundon me të pestin i bie që është në diskrecion të presidentes, pra nuk është detyrim, po është diskrecion që dikush që e ofron një mandatar. Në këtë rast mundet edhe lëvizja vetëvendosje sepse nuk e përjashton mundësinë e interpretimit dhe partitë tjera. Pra në datën 5 mundet vetëvendosja ta propozojnë një mandatar dhe me procedurë të njëjtë i bie kur e dekreton presidentja, nëse e dekreton, i bien edhe 15 ditë. Pra, ç'është vjetë dekretimi. Pra, sepse është në procedurë të njëjtë, i bie që edhe 15 ditë kohë që ky mandatari i lëvizjes vetëvendosje. Kështu do në 95 mund t'ja lexoj. Prandaj edhe është taktizim, sepse ajtu në aspektin politik është taktizim në memri për të diaspora, sepse vetëvendosja llogarit edhe kryetarët e vetëvendosjes nëpër komuna llogaritin të diaspora. Po e keni po kandidatin e vështrisë që vin diaspora me votu, kam i marrë votat e diaspora. Dimri to? Po është ngolit lëvizja vetëvendosje të diaspora. Ato e kohë imritin janë vendimtar ato vota. Deri mas nesër nëse shpallën zgjedhjet, më është 15 dituri. Mendimin tim 14 dituri. Dilja e fundit që mund të bëhet 14 shpallën këtë javë. Është e fundit. Pra edhe janë taktizime për përmbushje e Kushtetutës të Kosovës, pra nëse ka një mandatar, nëse bojnë hajgare këta me qitë